Në procesin zgjedhor është vrejt aktiviteti shtuar politik edhe prej juve si parti edhe prej partive të tjera në Mërgat. A keni nis ta intensifikoni punën me mërgjimtarët në aspektin politik, pikërisht për shkak të përvojës që keni pas në rezultatet e kaluara zgjedhore? Gjithsesi, ndonë se zgjedhjet në Kosovë janë bërë shumë të shpeshta. Për 15 muaj, 16 muaj janë organizuar 3 palë zgjedhje dhe natyrisht që nuk është e lehtë që të kemi organizime të tilla në një shtet që synon të ketë zhvillim më shumë, por për shkak të krizave të njëpasnjëshme jemi këtu që jemi dhe natyrisht edhe sot kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës ka pas një takim të gjatë ku kemi diskutuar në detaje me tekst të veçantë për Mërgatën, do të kemi takime haris atje. Partia Demokratike e Kosovës ndonë se fushata janë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe fushata nuk do t'jetë shumë e gjatë, do t'i bëjmë gjitha përpjekjet tona që t'jemi në takimet të Mërgatës, po e them ka një aktivizëm të strukturave tona atje, të shqiptarve që jetojnë e veprojnë atje, por që janë të lidhur ideologjikisht me adeun e tyre Kosovën dhe me vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe do t'jemi në takimet cilat do të organizohen, por do t'jemi edhe prezent në komunikimin tonë të përhershëm në mënyrë që asnjë votë mos ngelet pa u regjistruar. Dhe në aspektin e organizimit politik, tregut që keni pas mbledhje të gjatë sot, a jeni afër këtyre procedurave para se dilni në terren të kërkoni votë popullore? Sot ka qenë një zhvillim i madh brenda kryesisë partisë. E kemi caktuar shefin e shtabit zgjedhor, do të thotë kampanjën e Partisë Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje do ta udhëheq përsëri ish kryetari Memdi Krasniqi me një ekip të shtabit zgjedhor në mënyrë që ne të jemi të gatshëm për funksionalizim të kësaj fushate, të jemi aktiv në terren dhe jemi në përpirim e sipër edhe të listës sonë zgjedhore me kandidatura cilat do t'jenë edhe kandidatura të reja, besoj që së shpejti edhe media do t'informohen se si do duket lista jonë zgjedhore. Jemi afër, natyrisht nesër përfundon edhe afati kohor për çështjet e koalicioneve, Partia Demokratike e Kosovës saj radhe nuk do të ketë koalicione me parti tjera, por ne do t'jemi të hapur për kandidatë të tjerë të cilët duan që në siglën e Partisë Demokratike të Kosovës të garojnë këto zgjedhje dhe natyrisht ne edhe sot e kemi thënë zëshëm që mirëpresim gjithë ata që duan që të kontribuojnë dhe të bëhen pjesë e rrugtimit tonë për stabilitet, për ndalje të degradimit institucional dhe për ndalim të krizave të përhershme që ne kemi pas shumë të theksuara veçanërisht gjatë këtyre viteve të fundit. Për kë është kjo thirrje? Nëse ka entitete ekzistuese politike që të inkuadrohen në listën do të ketë edhe përfaqësues të kandidatë të cilët kanë qenë të angazhuar në politikë për një kohë të gjatë, do të ketë emra të ri të cilët kanë qenë pjesë e rëndësishme e shtetëndërtimit dhe e angazhimit institucional në shërbimin publik të Republikës Kosovës, do të ketë emra të ri të doktorëve, të profesionistëve të shquar, do të kemi gra e burra të cilët natyrisht do t'japin një kontribut të shtuar listës sonë zgjedhore dhe besoj shumë që me ofertën e Zotit Hamza dhe me listën zgjedhore në cilin do t'jemi, do të garantojmë, e thash edhe një herë, në radhë parë që të kemi një stabilitet të munguar të Republikës Kosovës, që të kemi ndërprerje të izolimit, sankcionimit, degradimit, që e ka karakterizuar skenën politike gjatë kësaj kohe,